Në rregull. Bravo. Në rregull. Po! Sa se kanë më mollin. Aktivizuar për në ekipit të atletikës klubi Vllaznia. Fituese e vendit të parë në disiplinën e kërcimit së gjati është sportistja Regjina Berami me rezultatin 5.30 metër. Kampione, bravo. Tokitje për më të mirët e garës së kërcimit së gjati në ditën e kërcimeve Arben Mloja. Faleminderit. Është sportisti i klubit Vllaznia Elizeu Spathari me rezultatin 6.33 metër. Në vendin e dytë, në garën e kërcimit së gjati, sportisti tjetër i klubit Vllaznia Endri Rakaj me rezultatin 7.18 metër, dorëzon diplomen dhe medaljen Arben Mloja. Dhe fituesi i vendit të parë i kësaj gare, sportisti tjetër i Vllaznisë Muhamet Çengeli me rezultatin 7.23 metër. Në vendin e dytë në këtë disiplinë është sportistja Kelda Spahiu me rezultatin 9.99 metër. Dhe në vendin e parë, fituese e kësaj disipline është sportistja e ekipit Vllaznisë Erisa Rasa me rezultatin 10.85 metër. Një duar trokitje për fituesen e kësaj gare. Këto ishin më të mirët e garës së kërcimit, 3 hapësh në ditën e kërcimeve Arben Mloja. Duar trokitje për këtë sportist të perspektives për ekipin e Vllaznisë. Në vendin e dytë, në garën e kërcimit 3 hapësh, në ditën e kërcimeve Arben Mloja, sportisti tjetër i Vllaznisë Mario Cepi me rezultatin 13.06 metër. Një duar trokitje edhe për këtë sportist. Dhe fituesi i vendit të parë në ditën e kërcimeve Arben Mloja në 3 hapësh, sportisti Kolindo Kiri me rezultatin 15.26 metër. Një duar trokitje për Kolindo Kiri dhe 3 më të mirët e kësaj disipline në ditën e kërcimeve Arben Mloja. Këto ishin më të mirët e garës